Kryeministri dhe njëherë as kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka pritur përfundimin zyrtar të numërimit të votave për të dhënë kështu mesazhin e tij të fitores në zgjedhjet e 11 majit, ku Partia Socialiste ka arritur të sigurojë 83 mandate në kuvend. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka falendëruar qytetarët për mbështetjen dhe ka njoftuar se në orën 19 do të mbajë fjalimin e fitores pikërisht këtu në sheshin Skënderbej. Fitoren me 33 mandate më shumë se koalicioni Partia Demokratike e Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Partia Socialiste e ka siguruar zyrtarisht pas konfirmimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për përfundimin e numërimit të votave për 11 subjektet politike që garonin për 140 ulëse në kuvend, ndërsa ende vijon numërimi i votave për kandidatët në 31 KZ të tjera. Sipas shifrave zyrtare, partia në pushtet siguroi mandatin e katërt me 733.149 vota të votuesve brenda vendit, pra me 34.000 vota më pak se në vitin 2021, por me 9 mandate më shumë. Harta elektorale e zgjedhjeve të pranverës i dha Ramës fitore në 9 qarqe, ku në Tiranë siguroi 19 mandate, në Elbasan 10, në Durrës 8, në Vlorë 9, në Gjirokastër 3, në Korçë 6, në Berat 5, në Fier 12 dhe në Dibër 3. Lidhur me këtë fitore, kryeministrin e kanë uruar figura të ndryshme botërore, duke filluar nga presidenti francez Macron, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, si dhe presidenti i Emirateve Arabe Sheikh bin Zayed. Fushata e Partisë Socialiste u fokusua në premtimin për pasaportën europiane dhe Bashkimin Evropian.